e cila shënon 20 vjetor në themelimit dhe funksionalizimit të agjencisë për parandalimin e korrupsionit, e cila më herët është quajtur Agjencia kundër korrupsion. Agjencia në kuadër të aktiviteteve të veta ka pasur në ditën e parë prezencë të shtuar në media, në ditën e dytë kemi vizituar komunat e mëdha të Kosovës dhe numër të komuna të tjera, ku kemi bashkë biseduar me qytetarë dhe mesdhetar publik për parandalimin e korrupsionit, për mekanizmat e raportimit, për etikën në administratë publike. Ditën e tretë, dje, kemi pasur pashtu një ngjarje tepër të rëndësishme ku kemi lansuar platformën Open Data, një platformë të qashme për qytetarët dhe për secilin personi i cili ka interes, qoftë si pjesë e shoqërisë civile, qoftë media, qoftë akademisë për të kryer volontimet e caktuara, po ashtu për çfarëdo lloj qëllimi të tjetër. Sot kemi një temë tepër të rëndësishme, është dita e 4, ku do të lansojmë një platformë tepër të rëndësishme për ne, e cila është platforma elektronike për trajnim. Agjencia me këto dy platforma është në fazën e përmbylljes të përdorjes së teknologjisë dhe të përmbylljes të asaj që ne kemi quajtur transformim digital të agjencisë këto 5 vite. Fillimisht, gjithë nga ju në siguri e dini, transformimi i parë ka qenë deklarimi elektronik i pasurisë dhe pastaj ka qenë sistemi për menaxhimin e rasteve apo case management, i cili ka transformuar punën brendshme të agjencisë në procesin e verifikimit të deklarimit të pasurisë. Një fazë tepër e rëndësishme e transformimit digital ka qenë krijimi i platformës për raportim të korrupsionit e bazuar në praktikat më të mira globale, në këtë rast e bazuar në platformën Clean Portal të Koresë së Jugut. Pastaj kemi pasur edhe përditësim të sistemit deklarimit të pasurisë, ku tashmë kemi edhe modulet të cilat do të jenë publike edhe për planin e integritetit, edhe për sinjalizim, edhe për secilën pjesë të mandatit të agjencisë. Ndërsa sot me këtë platformë do ofrojmë mundësi secilit zyrtar publik, secilit shërbëes civil që të mësoj bazën e parandalimit të konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik përmes një platforme të thjeshtë, të cilën kemi zhvilluar në bashkëpunim me Institutin për Administratë Publike dhe cila është financuar nga Ambasada e Gjermanisë përmes Gizit Gjerman. Ne i falenderojmë gjithë ata që kanë kontribuar, një falendim të veçantë për Institutin për Administratë Publike, të cilët kanë qenë bashkëpunues që nga fillimi në krijimin dhe në ofrimin e asistencës së tyre teknike, po ashtu edhe profesionale në krijimin e këtij mekanizmi të rëndësishëm. Ky mekanizëm, duke mos dashur të hi në kohën e prezantimit të kolegut tim pastaj, është një mekanizëm i thjesht, i qasshëm, ka informata të thjeshta për që krijojë një bazë të mjaftueshme për evitimin e konfliktit të interesit në shumicën e dërmuese të rasteve. Çfarë është tepër e rëndësishme? Është një program i cili është i shkurt, kompakt, po secili zyrtar shërbëes civil brenda 2 orësh mund të merr bazën ku e kupton se çka mund të jetë konflikti i interesit, dhe si fund i gjenerohet edhe një certifikat e nënshkruar nga drejtori i kapit, një certifikat e cila është një me gjitha certifikatat tjera që merren gjatë ndjekjes së trajnimeve të shërbëesve civil në IKAP. Do të thotë, edhe ndjekja e trajnimit, ata që e kryejnë në formë të suksesshme, sepse ka në fund teste, do të kenë një dëshmi që kanë përfunduar këtë trajnim elektronik. Ne idenë e kemi pas më herët. Ideja është edhe nga informata që kemi pranuar, ku një numër i madh zyrtar publik kanë deklaruar që nuk kanë shumë njohuri. Sepse Instituti për Administratë Publike zhvillon trajnime në këtë fushë, por numri i madh i zyrtarëve publik të shërbësit civil është tepër i madh që gjithë ata të trajnohen fizikisht. Në këtë mënyrë kemi ardhur ideja e krijimit të moduli elektronik, i cili do të jetë gjithë përfshirës i qasshëm nga secila pjesë e Kosovës, nga secili kompjuter i zyrtarëve shërbësit civil. Dhe që është më rëndësishme nemi në përfundim edhe të krijimit të kushteve për të qasur dhe për të gjeneruar certifikat edhe për ata që nuk janë shërbëes civil, për secilin qytetar i cili mendon që të kryqet në shërbim civil, i cili mendon të kryej një punë për përfitimin e publikut
ose mund të jenë edhe gazetar apo studius të cilët dëshirojnë që të kuptojnë më mirë konfliktin e interesit, para se të shkruajnë një artikull për atë apo para se të kenë një pretendim për konflikt interesit. Do të qëllimi është i gjithanshëm, përderisa sot secili shërbëes civil me emrin përdorësit vetë e pasportin vetë mund të direkte kyçet dhe të kryejnë këtë trajnim, cilin e ftojmë të gjithë zyrtarët ta kryejnë. Të tjerët duhet të presin në disa ditë për ta pas këtë mundësinë e gjenerimit të certifikatës, ndërsa trajnimi mund ta ndjekun që tani, sepse është i çastshëm. Çfarë mund të themi ne është që përplotësojmë një standard të ri të Këshillit të Evropës. Ka vende të rajonit të cilat pas vlerësimeve të Grekos është kërkuar që zyrtarët të trajnohen në parandalimin e konfliktit të interesit dhe sjelljen etike në vend të punës. Ka vende që kanë bërë të obliguar këtë trajnim elektronik. Ne besojmë që hapi i radhës është në bashku me Ministrinë e Digitalizimit dhe Administratës Publike. Ky trajnim të bëhet obligativ për secilin zyrtar shërbim civil të Kosovës, i cili don të mbetet në shërbim civil të Kosovës. Është një trajnim bazik, i cili duhet secili nga ne ta di. Dikush na ka pyetur pse është e nevojshme të ketë një trajnim të tillë, kur punët e tyre mund mos jenë direkt në vendimare. Por ne që punojmë për shërbim civil e dimë që edhe nëse punon në një pozitë e cila nuk duhet që është vendimare, se ka shumë raste kur zyrtarët caktohen në komisione të ndryshme. Komisione mund të jenë që nga komisione disiplinore apo mund të jenë komisione për vlerësime gjatë procedurat të rekrutimit, apo komisione të ndryshme për procedurat të nderimit, apo çfarë do lloj tjetër komisioni, apo krimi në ndonjë legislacioni specifik, i cili pastaj mund të ketë përfitime personale nga ata që përfshihen. Është e nevojshme që secili nga zyrtar publik ta ketë njohuri bazë. Njohuria bazë që krijohet sot është si pjesë integrale e programeve edhe të ICAP-it, sepse ICAP është një institut qendror i cili është përgjegjës për trajnimin dhe ngritjen e kapaciteteve të shërbimit civil të Kosovës. E kjo është arsye pse ne që në fillim kemi pasur bashkëpunim, kemi nënshkruar një memorandum ku jemi zotuar për secilën detyrë që mund ta kryejmë. Ky modul është final, por mund të përristojë çdo moment sipas çështjes që na është krijuar nga instituti, nëse vret ndonjë mundësi për përmirësim, nëse vret ndonjë shembull tjetër që mund të jetë edhe më lehtë i kuptueshëm nga zyrtarët, ne mundemi në mënyrë aktive që ta ndryshojmë. Ato që them edhe një herë është nuk do të jetë vetëm një trajnim që ndiqet dhe pastaj gjenerohet një certifikat, secila fazë e ka testimin. Do të sigurohet që të kalohet në kalueshmëri dhe kuptim i konceptit në mënyrë që në fund të gjenerohet certifikata dhe mos jetë automatike. Nuk do të jetë certifikat e ndjekjes, do të jetë certifikat që ka përfunduar me sukses trajnimin e tij. Edhe një herë kisha dashur të falenderoj të gjithë, edhe kolegët e mi poshtu, cilët kanë kontribuar, departamentin e pandemit konflikt interesit, edhe divizionin për shërbime elektronike dhe IT, cilët poshtu aspektin teknik kanë kontribuar. Po një falënderim të veçantë janë për partnerët që janë jashtë agjencisë, ICAP-i dhe Gizi Xherra. Për mos t'ju vonu shumë, e kisha thënë kolegën tim, cili do ta prezantojë aspektin teknik, për ta treguar se si krijohet çështja, se cilat janë elementet kryesorë të tij, në mënyrë që të funksionohet më mirë si platformë. Pas prezantimit nga pasdje do të kemi edhe një diskutim në panel të nderuar, ku kemi prezent që pasus drejtorin e agjencisë, drejtorin e departamentit për pandemi konflikt interesit, e kemi drejtorin e ICAP-it, e kemi drejtoreshën e OHF-ol, e cila ka punuar mjaft afër edhe me ne edhe me të tjerët për rritjen e integritetit të institucioneve publike, po ashtu e kemi edhe kolegun Naser, i cili ngjashëm me dje, ne gjithmonë kemi pasur dëshirë ta kemi një koleg i cili ka kaluar nga sistemi publik në atë të shoqërisë civile, sepse na kupton më mirë, po e dinë nevojat tona më mirë, edhe se si mund të kontribuojë direkt të përfitohet më shumë nga këto iniciativa. Gjithë kisha dashur që në fillim t'i falenderoj që kanë gjetur kohë dhe na kanë respektuar duke ardhur këtu, po ashtu edhe për informatat që do ndojmë me ne dhe mendimet e tyre në fazën në vijim. Fazli, po e bartit e ju tashmë tavlinë. Faleminderit drejtor, të nderuar pjesëmarrës, të nderuar kolegë.
Sot po e bëjmë një hap të rëndësishëm për zyrtarët publik në aspektin e zhvillimit profesional, për shkak se në bashkëpunim me Institutin e Kosovës për Administratë Publike dhe me partnerët tjerë që i përmendi edhe drejtori, kemi arritur që të vimë ta finalizojmë një trajnim për herë të parë online në platformën e Institutit për Administratë Publike. Trajnimet online janë trajnimet të cilat ofrojnë lehtësi në këtë rast për zyrtarët publik, për shkak se zyrtarët publik mund ta zgjedhin kohën kur duhet ta bëjnë trajnimin, vendin për kujt do ta bëjnë trajnimin, apo edhe gjuhën të cilën duhet ta zhvillojnë trajnimin. Platforma është për trajnim është mjaft e thjeshtë dhe trajnimi e ruan atë progresin, domethënë dikush që fillon trajnimin mund ta fillojë, ta ndërpres, pastaj ta vazhdojë dhe në rast se e kalon pjesën e testit final edhe mund ta marrë edhe të certifikohet sa përket këtij modulit. Modulin e parë që e kemi zgjedhur është moduli për parandalimin e konfliktit të interesit, që kemi konsideruar se është një ndër modulet e rëndësishme për zyrtarët publik, për shkak se konsiderojmë se konflikti i interesit është një ndër elementet kryesore që e determinon apo përcakton pak a shumë integritetin e administratës publike dhe e rrit besimin e qytetarëve në institucionet shtetërore. Modulin ku kemi ku kemi vendos është të përdor teknologjinë Moodle, që është një ndër teknologjitë më të përdorura për mësimet online, përdoret në masë të madhe nga universitetet, nga institucionet publike, nga organizatat ndërkombëtare dhe ofron siguri për pjesëmarrësit, ofron mundësi që t'i qasin më shumë përdorues në të njëjtin kohë dhe avantazhe tjera. Unë kisha fillu tash që ta prezantoj platformën. Platforma është mundësia për me u qasë në këtë platformë është përmes kyçjes apo logimit, që është në dispozicion për të gjithë shërbëtorët civil, ata të cilët kanë një email zyrtar në RKS mund të qasin përmes emailit të tyre dhe fjalëkalimit që e kanë, ndërsa pjesa ata të cilët do ta ndjekun vetëm pjesën e trajnimit pa ju nështruar kuizeve dhe testit, atëherë mund ta lexojnë përmbajtjen e këtij trajnimit. Trajnimi përmban një hyrje që shpjegon pak a shumë rëndësinë e këtij trajnimit, përmban 6 objektiva të cilat pak a shumë kanë bëjnë me të kuptuarit e konfliktit të interesit, dallimin e llojeve të konfliktit të interesit, ndërmarrjet apo veprimet që do të marrin në rast të konfliktit të interesit, për hapat që do të ndërmerren, për përvetësimin e parimeve të etikës publike dhe udhëzimet në raste paqartësime, domethënë mund të gjinen këtu. Moduli i trajnimit përmban 10 tema, secila temë përmban një shpjegim paraprak, pastaj ka një video sqaruese dhe në fund i nënshtrohet një kuizi për atë temë. Kuizi përmban 5 pyetje dhe kuizi mund të kalohet nëse 3 përgjigje ka qenë të sakta.
Tema parë është kuptimi dhe llojet e konfliktit të interesit. Kjo është pjesa shpjeguese e këtij trajnimi. Video që isha të shohim një video se si ti ashit prej karrikën. Ku ndok dhe zonë sponika, mendova se mund të ndjekur një video e cila e ilustron temën dhe pjesa e një rasti hipotetik. Rasti hipotetik është ilustruar me një dizajn dhe me pjesën tekstuale. Tema dytë është konflikti i interesit, edhe kjo përmban një video dhe rastin hipotetik. Tema tretë është integriteti dhe etika në shërbimin publik. Tema e katërt papajtueshmëria. Tema 5 është identifikimi dhe zgjedhja e konfliktit të interesit. Tema e 6 procedura për identifikimin e konfliktit të interesit. 7 është menaxhimi i dhuratave. Tema 8 ka të bëjë me kufizimet pas përfundimit të mandatit. E 9 është konflikti i interesit në prokurimin publik dhe tema e fundit e 10 janë sanksionet dhe pasojat. Të gjithë ata që i nënshtrohen në këtij trajnimi online, duhet t'i kalojmë patjetër secilin hap. Nuk kanë mundësi që t'i nënshtrohen testit përfundimtar. Okej. Nuk kanë mundësi që t'i nënshtrohet testit përfundimtar, nëse nuk e kanë kaluar të gjithë hapa. Do thonë, do t'i kaloj për secilin tim, ta kaloj pjesën shpjeguese e pjesën e rastit hipotetik dhe ta dëgjoj videon. Kur një zyrtar i lartë largohet nga funksioni publik, ndikimi i tij nuk përfundon me njëherë. Vendimet që ka marrë, informacionet që ka pasur dhe kontaktet profesionale që ka krijuar mbeten. Pikërisht për këtë arsye, ligji vendos kufizimet e qarta për 2 vitet e para pas përfundimit të mandatit, për të mos lejuar që funksioni publik të shndrohet në investim të padrejtë për karrierën private të zyrtarit. Kjo parandalon edhe situatat kur një zyrtar gjatë mandatit favorizon një kompani me shpresën që nesër të kalojë në anën tjetër të tavolinës. Gjatë periudhës së kufizimit, ish zyrtari nuk mund të punësohet në kompani që ka pasur në mbikëqyrje, nuk mund të përfaqësoj ose ndihmoj palë që kanë çështje me ish institucionin dhe nuk mund të përdor informacione të brendshme për avantazhe private. Ai nuk mund të lidh kontrata me institucionin, as drejt për drejt, as përmes personave të afërm apo të besuar. Këto rregulla nuk kufizojnë karrierën, ato mbrojnë integritetin e vendimarrjes edhe pasi zyrtari largohet nga zyra. Kjo është njëna prej 10 videove që ilustrojnë secilin hap, secilin temë. Dhe në fund pasi që janë plotësuar kushtet, domethënë dhe kushtet plotësohen atëherë kur kalohet në për të gjitha temat, ai pjesëmarrësit mund t'i nënshtrohet edhe testit përfundimtar. Kjo besoj se është vetëm njëna prej atyre moduleve që agjencia ka vendosur në të ardhmen. Besojmë se do të kemi një bibliotekë moderne të trajnimeve që na mundson i kapur që deshta të falenderoj edhe për bashkëpunimin që kam pas rast se bashkëpunoj gjatë punimit të këtij trajnimi online. Dhe dua t'i falenderoj gjithashtu edhe kolegët e mi nga Departamenti i Konfliktit të Interesit, të cilët janë kujdesshëm që kjo pjesë e trajnimit të jetë konform ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit. Kjo është sa i përket prezantimit të platformës online për parandalimin e konfliktit të interesit nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit. Nuk e dim nëse do të kemi ndonjë pyetje apo ta përfundoj e kaq. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë pastaj për prezantimin.
Në qoftë se keni pyetje ndërkohë, ne jemi këtu, është bazuar për aspektin teknik, ne jemi tjerë për aspektin cilësor. Tash e përfundon pjesën e parë, e cila ka qenë lansimi i kësaj platforme të rëndësishme për ne, por besoj e rëndësishme shumë edhe për shërbëtorët civil të Republikës Kosovës, sepse nuk mund të ankohen më për bazën si mund të mësojnë, se çka është konflikti i interesit. Zotëria dhe juve pastaj me 3 fjalë mund të shpjegoj se çka është konflikti i interesit, sepse janë 2 elemente kryesore cilat do t'i plotësoj për konfliktin e interesit, e pjesa tjetër pastaj është detajet cilat ka nevojë ndoshta për t'i ditur, po kryesorja ato që përmend zotëri sot edhe gjithë ekipa e tij është që duhet fillimisht jetë lidhja apo marrëdhënia me dikë dhe dyta është vendimmarrja, sepse as afërsia me dikë e as vendimmarrja ndar as nuk janë konflikt interesit, po do të jetë të dyja të ndërlidhura, po besoj që si mesazh kryesor me shembull konkret jepet edhe kjo platformë është bazë për kuptimin e konfliktit interesit. Detajet janë gjithmonë ka nevojë gjithmonë për sa themi pyetje më të detajshme, po secili institucion që është vërtet ka një zyrtar që quhet me autoritet përgjegjës, i cili është i trajnuar nga agjencia dhe i aftësuar, po shpresoj për ta këshilluar më në detaje për rastet konkrete. Kjo mendohet të jetë një informat bazike e cila në qoftë se zbatohet, po se nuk do të kemi një rast në agjenci për të trajtuar për konflikt interesit. Pjesa e dytë e kësaj ngjarje është një diskutim në panel, një diskutim tepër rëndësishëm për ne. Paneli ka titullin Edukimi i vazhdueshëm qelës për një administratë publike me integritet. Kjo pjesë do të moderohet nga kolega ime Bleona Krasnisi, i cili kisha ftuar të ulet kështu, po ashtu edhe zotëri Hyser Muzliukajn, drejtorin e IKAP-it, pastaj drejtoreshën Mexhide Demulli, zotërin Aser Shamullin dhe Esad Ejupin. I falenderoj të gjithë këta panelistë që kanë gjetur kohë dhe kanë pasur vullnet që me së bashku me ne dhe me ju të ndajnë përvoja dhe mendimet e tyre. Një aspekt teknik, punojnë 2 mikrofona paralelisht, nuk është mirë që t'jenë 2 sepse krijohet një farë fonie, po është gjithmonë ju këshilloj që ta ndesni dhe ndalni kur është që të përfundoni qasjen. Diskutime të suksesshme. Të nderuar pjesëmarrës, mirë se vini në panelin e diskutimit Edukimi i vazhdueshëm qelësi një administrate publike me integritet, i organizuar në kuadër të javës së Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit me rastin e shënimit të 20 vjetorit të themelimit të agjencisë. Sot, sapo u lansua moduli elektronik për konfliktin e interesit dhe etikës, një produkt i bashkëpunimit ndërmjet Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit dhe Institutit të Kosovës për Administratë Publike me mbështetjen e GIZ-et. Ky modul nuk është vetëm një platformë trajnime, ai përfaqëson një investim afatgjatë në ndërtimin e një administrate publike profesionale, etike dhe me integritet. Sepse përvoja ndërkombëtare na tregon se integriteti nuk ndërtohet vetëm nëpërmjet ligjeve dhe kontrollit, por mbi të gjitha përmes edukimit, kulturës institucionale dhe leadershipit. Pikërisht për këtë do të flasim sot. Kam kënaqësinë të përshëndes panelistët tanë, zotri Hyser Muzliukaj, zonja Mexhide Demolli, zotri Aser Shamullin, si dhe zotri Esad Ejupi. Faleminderit për që jeni pjesë e këtij diskutimi. Do të fillojmë diskutimin nga perspektiva e zhvillimit profesional të administratës publike. Për vite me radhë është folur për rëndësinë e trajnimeve në administratë, por sot po flasim për diçka më shumë se trajnim. Po flasim për ndërtimin e integritetit. Atëherë, zotri Muzliukaj, pse edukimi për etikën dhe integritetin duhet të konsiderohet kompetencë bazë e çdo zyrtari publik? Së pari përshëndetje për gjithë. Më lejani fillimisht t'ju uroj 20 vjetorin e themelimit të agjencisë kundër korrupsionit, tani Agjencia për Parandalim të Korrupsionit. Faleminderit për ftesën dhe mundësinë e dhënë që të përfaqësoj institucionin që unë udhëheq IKAP-in. Kënaqësi që jam pjesë e këtij paneli dhe t'jap kontributin tim për edhe të ndihmoj sadopak në këtë drejtim.
po tema që është ngritur në Kosovë do të thotë trajnimi për integritet dhe etik nuk trajtohet vetëm si një trajnim periodik bazik, por si një kompetencë thelbësore profesionale që çdo zyrtar publik duhet ta zotërojë gjatë gjithë karrierës së tij. Kjo bazohet në parimet e administratës publike, legjislacionin për zyrtarët publik dhe legjislacionin që e rregullon këtë fushë për cilën po diskutojmë sot. Ligji për zyrtarët publik përcakton se punësimi dhe ushtrimi i funksionit publik duhet të mbështetet në merit, integritet, moral, panshmëri, qëndrueshmëri, transparencë dhe llogaridhënie. Synimi i kapit, por edhe institucionit tuaj, realisht i tërë administratës publike, është që këtë trajnim në vendin tonë të përgatis zyrtarët publik në shumë aspekte, sepse integriteti është kusht për ushtrimin e funksionit publik. Në Kosovë, një zyrtar publik nuk vlerësohet vetëm për njohuritë profesionale, por edhe për mënyrën se si zbaton ato. Integriteti nënkupton që zyrtari respekton ligjin dhe kushtetutën, vepron në interes publik, nuk favorizon individ apo grupe, nuk keq përdor pozitën zyrtare për përfitime personale. Prandaj integriteti konsiderohet pjesë e aftësisë profesionale dhe jo vetëm e sjelljes profesionale. Vendimarrja është pjesë e punës së përditshme të çdo zyrtari. Zyrtarët publik në Kosovë marrin vendime për punësime, për prokurim publik dhe një licencash dhe lejesh, menaxhim të buxhetit publik, ofrim të shërbime për qytetarët. Në secilën prej këtyre situatave mund të paraqiten dilema të ndryshme, duke përfshirë edhe ato etike. Për këtë arsye, trajnimet e vazhdueshme për integritet dhe etik nuk është një trajnim që ndiqet vetëm një herë, por një kompetencë që duhet zbatohet vazhdimisht. Këto trajnime ndihmojnë në parandalimin e korrupsionit. Kosova ka miratuar legjislacion të posaçëm për parandalimin e konfliktit interesit, me qëllim që zyrtarët të identifikojnë, shmangin dhe menaxhojnë situatat ku interesi privat mund të ndikojnë në vendimarrjen publike. Njohuritë mbi etikën dhe integritetin janë mjet kyç për zbatimin, parandalimin dhe shmangjen e konfliktit interesit. Trajnimet ndikojnë edhe në forcimin e besimit qytetarëve. Besimi i qytetarëve në institucionet publike ndërtohet kur zyrtarët janë transparent, japin llogari për vendimet e tyre, trajtojnë gjithë qytetarët në mënyrë të barabartë, respektojnë standardet etike. Çdo veprim jo etik dëmton jo vetëm reputacionin e zyrtarit, por edhe besimin në institucionin që ai përfaqëson. I kap në bashkëpunim të ngushtë me të gjithë aktorët relevant, synojnë që zyrtarët publik të gjitha institucioneve e niveleve të zhvillojnë vazhdimisht kompetencat e tyre. Zhvillimi i madh i teknologjisë ka bërë të domosdoshme ngritjen e kapaciteteve profesionale në të gjitha fushat. Kuadri ligjor i Kosovës e vendos integritetin në qendër të administratës publike. Andaj trajnimet e vazhdueshme të thelluara për integritet dhe etik konsiderohen një kompetencë që duhet përditësohet dhe zbatohet gjatë gjithë karrierës të secilit në punës. Si përfundim, trajnimet për integritet dhe etik konsiderohen të një rëndësie të veçantë për ushtrimin profesional dhe të funksionit publik. Trajnimi nuk synon vetëm transmetimin e njohurive periodike e teorike, por zhvillimin e njohurive, aftësive dhe shkatësive të zyrtarëve publik për të marrë vendime të lehtëshme, të paanshme, transparente dhe në interes të qytetarëve. Për këtë arsye, integriteti dhe etika janë pjesë e identitetit profesional të çdo zyrtari publik në vendin tonë. Faleminderit shumë. Pra, edukimi është themeli, po a mjafton vetëm kjo, pikërisht për këtë kisha dashur me folë me zonjën Demolli. Fal ka monitoruar institucionet për shumë vite. Si ndikon edukimi në ndërtimin e integritetit institucional? Përshëndetje për gjithë, faleminderit shumë për ftesën, edhe një herë shfrytëzoj rastin të uroj 20 vjetorin e Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit.
Definitivisht edukimi i vazhdueshëm është çelësi i çdo administrate, i çdo procesi. Ne ligjet i ndryshojmë shpesh, ndryshojmë rregullore shpesh, mirë po fatkeqësisht mandej trajnimet për këto ndryshime në shumë raste ngecin. Prandaj duhet të përshëndes këtë modul 3 dhe këtë bashkëpunim ndërmjet ICAP-it dhe agjencisë, sepse konsideroj që do të jetë një trajnim pavarësisht që mund të jetë bazik, po të paktën për njohuritë e çdo zyrtari kur ballafaqohet me konfliktin e interesit, do ta ketë një njohuri bazë. Siç e tha dhe drejtori më herët, agjencia në çdo institucion i ka zyrtar të përgjegjës të konfliktit të interesit, të cilët mund të informojnë zyrtarët e institucioneve shërbimit civil më në detaje. Mirë po si nismë, qofse edhe se është fillestare, e përgëzoj dhe uroj që të kem edhe në fusha tjera, module të tjera, duke marrë parasysh numrin e madh të ligjeve dhe përgjegjësitë e mëdha që agjencia i ka në këtë rast, sidomos në këtë fushën e ligjeve antikorrupsion. Andaj pse jo të kem trajnime të tilla ose module të tilla, qoftë për sinjalizues, qoftë për zyrtar për deklarimin e pasurisë apo të gjitha fushat që aktualisht i mbulon agjencia. Atëherë, nëse e dim çfarë duhet bëjmë, pyetja tjetër është si kanë pasur sukses vendet e tjera në këtë aspekt. Zoti Shamolli, GLBS-a ka analizuar vazhdimisht praktikat evropiane. Cilat modele evropiane mendon se Kosova mund të adaptojë? Fillimisht faleminderit për ftesën, edhe unë ju uroj për 20 vjetorin. Rastësisht është viti i njëjtë i punësimit tim për herë parë në administratën publike dhe atëherë ka qenë si trup friksuese, fatbarësisht sot është si mekanizëm parandalues dhe uroj që këtë funksion ta ketë në fund edhe 10 vite ashme edhe të shuhet si institucion, që mos kemi nevojë për një institucion tillë. Shpresojmë. Kur jemi te modelet, kur jemi te praktikat, nuk ka një model unik që duhet pa si copy-paste që të instalohet në rastin tonë. Pse them këtë? Ne kemi edhe këtë praktikë që so vite, edhe jem pra një state që gjithmonë një nën testim të modeleve shumë perfeksionuar dhe si pasojë gjithmonë nxjerrëm disa konkluzione që na çojnë ndryshimit legjislacionit dhe jo në realitet. Tashti, nëse nismi nga zanafilla administratës publike, edhe për më përgjigj direkt të pyetja që ngrite, normalisht pikë referencë kemi Francën, edhe Franca në këtë aspekt ka Institutin Nacional për Shërbim Publik, që është thjesht ENA më herë që ka qenë, dhe e ka trajnim të obligueshëm pjesën e etikës dhe integritetit, që më vonë besoj kemi biseduar edhe qysh prej një vullneti do të shndrohet edhe në kriter të konfirmimit vetë marrëdhënies punës tek ne, sa është i domosdoshëm. Në anën tjetër, kemi sisteme tjera se integriteti e etika nuk janë në legjislacion, nëse do të më kuptua. Ne kemi ligje të mira, kështu që lexohen, keq interpretohen nganjëherë. Shumica e rasteve zbatohen ndoshta në rregull, po Holanda për shembull ka ngritur një mekanizëm tjetër, ka thonë neve e kemi legjislacion në vend, po hajde ta trajtojmë si duhuria, të diskutojmë dilemat që kemi nganjëherë, edhe si indirekt, neve na ka bërë baki që kemi këto lloj dilemash. Prandaj ka një çështje të ndryshe nga ajo që ta rregullojmë gjithçka me legjislacion. Modele tjera më liberale, Danimark, Finland, Suedi, ato njihen për funksionimin e common sense të rregulla minimale në aspekt integritetit dhe etikës për shkak se funksionon vedia përgjithshme. Dhe këtë them edhe nga një përvojë imja, do të thonë këtu janë pranishëm edhe trajnerët e parë që janë trajnuar për edhe bashkë me atë projektin norvegjez, kur e kemi diskutuar një nga çështjet për shembull rregulloren e rekrutimit, ka qenë befasi për atë që një rregullore e rekrutimit tek ne të ketë 40 faqe. Edhe përgjigjja është shumë e thjeshtë, pse do të kemi gjithë ato rregulla
për me pranu njerëz meritor në shërbim publik. Prandaj, synimi do të jetë atje. Me të vërtetë, integriteti etika nuk mësohen njerëz, po janë ato shihen. Prandaj në këtë aspekt modeli udhëheqës do të jetë i vetë mbikëqyrësve, prej nivelit mesëm deri tek epruvet më të lartë. Për të vazhduar me Estoninë, që është model shumë i avancuar dhe ata, edhe që besoj edhe në tarmën që do të fokusohemi ne, tentojnë ta ulin diskrecionin njerëzor përmes digitalizimit. Do të thonë, diskrecioni njerëzor është nivel opsione kompletëlishme, që i bjen nëse është fjala për dhënë një licencë atje, dhënë një kontratë publike, pranimin e dikujt në shërbim publik, nuk ka shumë zgjidhje subjektive në këtë aspekt, por me një kujdes shtumë, do të thonë. Jo tipit që të kthejmë shumë qysh e kemi sot statën, që rekrutimi në punë civil bëhet përmes bankës, një bankë pyetje që është gjeruar me inteligjencë artificiale dhe sinqerisht ju them shumë pak njerëz janë të kaluar më them kërkosh. Është kapaciteti i madh. Ne do të kalojmë tranzicion, të pjekemi si shoqëri, jemi administratë re, jemi administratë që pasardhësit tonë, baballarët e tonë kanë një edukim tjetër para vitit 19. Prandaj mesazhi i gjitha përvojave të mira në këtë aspekt është që edukimi i vazhdueshëm do të jetë real, jo deklarativ. Modeli në këtë parimin që etika dhe integriteti shihen, do të jetë vetë udhëheqësit. Ata do të jenë model për të tjerët. Dhe krejnë fund, do të thonë, do të instalohen mekanizma digitalizimit, su kjo që po më harët, unë vetë kam kalu, kush ka punu në Bankën Botërore din, komplet testi, do më trajnimi i obligueshëm për integritet është në mënyrë online, dhe gjashëm gjerohet një kontratë, një certifikat që mund të shërbej masandej për qëllimet të angazhimit më të tjeshëm në Bankën Botërore. Kaq për momentin. Faleminderit zotë Qamolli. Atëherë deri më tani folëm për edukimin nga këndvështrimi strategjik. Mirëpo tani mund të dëgjojmë edhe përvojën praktike të agjencisë, zotëria Jupi. Agjencia punon çdo ditë me raste konkrete. Cilat janë sfidat më të shpeshta që hasni në fushën e konfliktit të interesit? Faleminderit Gjona, përshëndetje për gjithë, përshëndetje për juve panelistë që e keni begatu këtë javën e 20 vjetorit e funksionalizimit të agjencisë. Me që jemi në aktivitetin kur përshënojmë jubileun 20 vjetori agjencisë, për më përgjegjë pyetjen e juaj, isha kthyr një retrospektiv pak më rapa, për shkak se kjo rrugtimi 20 vjeçar, mua dhe shumë prej kolegëve që jemi këtu, kemi rrugtu bashkë. Dhe ky edukimi kundër korrupsion, dhe me thoni ka rrajt qysh prej themelimit e agjencisë, dhe me qysh në vitin 2006, kur është themelur, në 2007 është funksionalizu, ndërsa prej vitin 2008 pjesa dërmuese jemi pjesë e agjencisë. Edukimin kundër korrupsion, në tekst veçantë për parandalimin e konfliktit të interesit, kisha me nis prej legjislacionit që kemi pas. Dhe me thonë, e marrën shumë mirë për konfliktin e interesit në aspektin e legjislativ është fol në ligjin kundër korrupsionit e vitit 2004 që ka qenë, dhe ka qenë vetëm një dispozit. Dhe ajo dispozit ka qenë në ligjin kundër korrupsion, sikur që tash ligjet organike flasin për konfliktin e interesit. Do të thonë ka qenë shumë pak. Dhe kjo ka bërë që me pas një listë të veçantë për parandalim konfliktin e interesit që ka dalë në vitin 2007, por që ai ka ardhur si model i vendeve tjera që nuk i kanë bashkëtamon vendit tonë, që u tha këtu më herët. Dhe shumë shpejt ka lind nevoja për me ndryshuar ligj që ka ndryshuar në vitin 2009 e pranë 2011. Ndërsa në vitin 2018 ka dalë ligji i ri e ky ligj është akoma në fuqi dhe qysh kur ka dalë atëherë ka marrë vlerësime pozitive prej mekanizmave ndërkombëtar edhe konsiderohet si më i miri i rajonit e për shkak se dumelon pak modestinë onash
për shkak se pjesë e këtij grupi punues që ka punu tani në hartimin e ligjit 2018, kemi qenë edhe në atë agjencisë që e krijuam një përvojë, mirë po nuk kemi qenë vetëm na, kanë qenë edhe përfaqësues të organizatave që monitorojnë luftimin e korrupsionit, ekspertë të ndryshëm e të tjerë. Do me thonë, edukimi kundër korrupsion ka qenë në fazat të ndryshme me metodat të ndryshme. Për shembull, nëse kthehemi te vitet e para të funksionalizimit të agjencisë, ne kemi pas nisur një fushat sensibilizuese në për institucione publike, me çka njoftonim zyrtarët e lartë publik, edhe me mandatin, edhe me qëllimin e ekzistimit të agjencisë, për shkak se tash duhet mi përmend edhe do sfidat ditore që kemi pas. Për shembull, kur prezantoheshin na që punojnë në agjencinë antikorrupsion, shpesh na thonë, "Keni keni arrestu." A keni arrestu na ikon? S'po punoni kurrë. Dhe me thonë, nuk ka qenë qëllimi që agjencioni me arrestu dikën. Dhe për shembull, kjo ka qenë sfidë për ne me tregu që nuk jemi na që arrestojmë, po jemi na që bëjmë disa masa tjera për parandalim të korrupsionit, ndër të cilat parandalimi i konfliktit të interesit është në tërë më të rëndësishme. Dhe tani, kjo forma e edukimit ndër vite, po them, ka qenë ndryshme. E nisa me ato fushatat sensibilizuese që kemi marrë në për institucione publike, kjo ka qenë vitet 2008, 2009, masanej edhe na vetë si staf në agjencinë kundër korrupsion atëherë, jemi pranuar gradualisht dhe mas parisht dash na me ditë çka është konflikti i interesit, pastaj më tregu dikujt tjetër. Einstein ka thonë, tregom ma thjesht për me besu që e din mirë. Dhe me thonë, na dosh me shpjegu sa ma thjesht çka është konflikti i interesit për mja interpretu dikujt tjetër. Dhe ato e kemi bënë në forma ndryshme. Për shembull, për me konkretizu këtë unë mora diçka me veti, edhe me pasi, me që po flasim për 20 vjetorin, tash do të me pasi që kemi ecë me këtë edukimin kundër korrupsion. Për shembull, na kemi pasur në përshkrim të detyrave të punës që me shfrytu gazetën ditore, kur kemi pas gazeta. Dhe një farë vakti kemi pas 5-6 gazeta, ose 7-8 sveti saktë. Na ishte një herë. Po them, e kemi pas si burim të informacion për me identifiku rastet konfliktit të interesit. Pse pe përmeni këte? Pe përmeni rolin e medias në identifikimin në vërtet në raportimin për situatat konfliktit të interesit. Por që edhe mediat, edhe na, jemi zhvillu bashkë. Për shkak se, nështë ajo çdo herë raportimet kanë qenë cilësore, po s'paku ka pas një sinjal, e kemi marrë një sinjal. Dhe detyra jona ka qenë që me i shfrytu mediat për me identifiku raportimet me konflikt interesi. Kjo fazë ka qenë atje vitet 2008 deri dikon 2013-2014. Mbas andej, na mësum diçka dhe, si me thonë, e i bom do hapa para mediave. Dikur tani mediat mërshën vesh për i një kënë për e hetojmë. Për shkak se ky zhvillimi në fushën e parandalimit të korrupsionit është bë edhe falë përvojave që i kemi marrë prej vendeve të rajonit. Kërkush nuk ka lindë ditur, po këto vizita sëtëmore që bëhen bashkëpunimin ndërinstitucional, konferencat të ndryshme dhe kjo kësaj këmbimi përvojave, na ka forcuar edhe neve në këtë rrugtimin tonë, dhe ato tani kena nisë me jetësum praktik. Për shembull, me që kem të gazetat, për me pa që ka pas edukim, thash sot ku me lonë Modestino Anash. Unë në ashtë që kam profilin pak që vi prej gazetarisë e kom pas ma letë, që unë atë rolin hullumtus që i kom pas vetë, e pa isha që dikuj ku e interesën nuk gjenë informacion, duhet me bëdë diçka për mja afru informacion. Dhe për shembull i kom shfrytzu mediat e atëhershme, gazetat ditore, që me pas publikime. Për shembull këtu më dul një 10 orë 2017-s, edhe tema ke shumë titullën të vërtet. Ma shumë integritet, do të thotë ma pak korrupsion, titulli i publikimit. Në 7 orë 2017-s, që ka korrespondu me fillimin e vitit shkollor ose akademik ma vonë, thot me edukim kundër korrupsionit e pa korrupsion në edukim. Dhe më thënë, tituj që janë faktikisht edukim në vete për këtë punë. Masanej 2016-ën, domosdoshmëria e fuqizimit e autoriteteve përgjegjëse për parandalim të korrupsionit. Këtë këto janë tema që janë trajtu, janë shkru në për mediume, pasandaj janë shtypë edhe janë publikuar në portale, cilat kanë ndihmu këtë edukimin kundër korrupsion. Mirë po, kjo është nga këndvështrimi i punës tonë të përditshme që kemi bërë në agjenci, tash do të më kthy edhe te bashkëpunimi me
Institutin e Administratës Publike, për arsye se secili prej nesh e kemi një lidhje edhe me Institutin e Administratës Publike, se dikur na kemi qenë vijus të trajnimeve, dhe ma vonë tani na po trajner të pjesëmarrësve të trajnimeve, personalisht prej vitit 2016, po ka këto kolegë tjerë të agjencionit që vazhdojnë për fushat që jemi të specializuar. Krejt kjo me qëllim të edukimit të stafit tjetër të administratës publike që ushtron funksione publike dhe kur e mësojmë çka është konflikti i interesit, në farë mënyrë kemi parandalu ose kemi zhvilluar një masë për parandalimin e korrupsionit. Tani vim të se po mundon me kalu në për vite kështu. Për shembull, masi që ka hi ligji 2018 në fuqi, në 2020 ndodhi pandemia dhe plot aktivitetet që na i kishim bërë për sensibilizim. I kishim planifikuar për sensibilizim me ligjin e ri, u reduktuan, ato fizike dhe prapë duhet me i falendëru mediat, sepse atër na dha rasti që ndryshimet që solli ligjiri me i promovu përmes medjave, përmes pjesëmarrjes në emisionet të ndryshme televizive, masane në atë kohë e kemi pas publiku këtë udhëzuesin praktik, që pikërisht është viti 2020 në mbështetjet zyrës së thesarit amerikan, për me bëma letë masat për parandalimin e korrupsionit ose hapat që duhet i marrin vetë institucionet publike. Masane prapë kemi bërë diçka në këtë aspekt është administrimi i konfliktit interesit në shërbimin publik. Domethënë krejt kjo me zaventsuar bashllëkun e mungesës së trajnimeve fizike, që masane tani u dash me marrë masa tjera me i bërë dhe online e tjere. Në këtë farvazh dhe të aktiviteteve, prapë du me përmeni një diçka që ka qenë iniciativë personale, për shembull në vitin 2014 e këm pas publiku këtë konfliktin e interesit si doracak. Pse? Për arsye se unë vetë nuk gjojsha kërkon të shkruaj diçka në gjuhën shqipe për me ditë çka është konflikti i interesit. Dhe kur unë kisha nevojë me ditë e nuk e gjejsha, thëshë çka bëjnë zyrtarët e lartë publik që na kërkojmë për më shmang nga ata e nuk gjejnë ose nuk e dinë. Dhe çka edhe pse me këtyre prej perspektivës sotit nashta është bazik, shumë bazik, mirë po megjithatë është një dokument që mund të më çast dikush. Masanë në vitin 2020 për vendimarrje pa konflikt interesi. Edhe kjo është një publikim imi personal që natyrisht bashkëpunim me ekipin që punojmë bashkë, jemi ekip që punojmë kohë gjatë bashkë, nuk duhet shumë diskutim, por shumë shpejt dalëm të konstatimet për arsye se tash nëse flasim për sfidat, na si institucion nuk kemi shumë sfida çka është konflikti i interesit. Sfida kemi qysh me barë që ato njohuri që i kemi na për parandalim të konfliktit të interesit te ata që janë të obliguar. Dhe me këto po mundohem me gjenë mënyra e metoda të ndryshme, mirë po jo gjithëherë jemi të kënaqur me rezultatet që i kemi arritur. Për shkak se, për shembull, edhe një argument tjetër, për shembull, ka zyrtar të lartë që mjafton çykimik me që sloganin që ka qëtë për me parandalu konfliktin e interesit. Ata që duajnë edhe që ka një vrit tjera. Mirë po, dykujna duhet me lexuar ashta qëtë liber, një 2-3 shkrime tjera se kjo dëshira për me përfitu për një kundërligjshmëri në ashta jam mbyll sytë në momentet caktuar e që s'është dashur. Për shkak se ne mundohemi që edhe në punën tonë të përditshme, për lidhur prapë me pyetjen, me zbatu vetë titullin që e ka ligji, parandalimi i konfliktit të interesit. Kolegët e dinë që nuk flasëm me krenari për masa ose për sanksione. Besone, unë personalisht, kur vjen puna të sanksionet, i thonë kolegëve merrni ju se nëse duhet me shqiptu sankcion për një situatë konflikt të interesit, kena qalu edhe na dikun. Nuk duhet me ardhur deri atje. Mirë po, vim her pas here për shkak të mungesës së integritetit. Çfarë na që po flasim? Për shkak se numri i zyrtarëve të lartë është shumë i madh dhe jo secili e ka integritetin e njëjtë. Kështu që edhe ato përsa ta edhe janë të parapa me masat mirë, po të thonë jo me qef, vim të masat ndëshkuese. Sepse mendojmë edhe konsiderojmë edhe përpiqemi që konflikti i interesit të parandalohet e jo të ndëshkuet. Edhe në këtë aspekt ka gjatë këtyre viteve ka përparim, për shkak se qyshe nisa më herët
dikur është dashna me pas informacion që ka ndodhur në situatë të konfliktit të interesit, ka pas një vendimarrje me konflikt të interesit dhe detyrimisht është dashur me përdor sanksionin. Ndërsa tash është ndryshe. Tash është ndryshe për shkak se rastet që u përmend në pyetje, rastet tash nuk vinë për hetim të konfliktit të interesit, po rastet vinë për këshillim ose për përgjigje. Këto mas miri e din vetë Bleona, për arsye se është adresa e parë në të cilin adresohen pyetjet. Dhe pothuajse nuk ka ditë që Bleona nuk e përcjell një pyetje që ka ardhur nga jashtë, përmes infos thotë që një pyetje për situatë konflikti të interesit që i bëhen zyrtarë të lartë publik. E kjo neve na gëzon edhe këta shohim si përparim. Domethënë, bëhet pyetja para se me ndodh vendimarrja, para se me ndodh kjo vendimarrje pa konflikt interesi. Ky është përparimi që mujna me përmend, me theksuar në këtë aspekt. E përparim tjetër është fakti që përmend një kolegu Shamolli këtu që ne bashkë kemi qenë në vitin 2020 pjesë e kësaj iniciative të madhe të ICAP-it dhe për trajnimin e zyrtarëve të lartë publik në modulin ma shumë integritet dhe etik në administratë publike. Kështu që përvoja që edhe ne kemi marrë për dikuj, është dashur me përcjell dikuj tjetër dhe vazhdojmë me përcjell përmes aktiviteteve që i organizon ICAP-i. E tash sot po e bëjmë edhe një hap përpara, po bëjmë një hap me lancimin e këtij modulit online. Mirë po këtu i kam, po do me thonë edhe këtë anën tjetër, i kam edhe dyshimet e mia pak se nga përvoja e shohëm na që kur i bëjmë trajnimet për konflikt interesi, krejt kanë qenë me diskutu, e aty në online s'ka mundësi me diskutu, nuk e di që kanë një çast, për shkak se kanë qenë me bë pyetje interaktive kështu, pjesëmarrësit. Edhe zakonisht po orën e dytë të trajnimit, se orën e parë krejt janë pak më të heshtë. Po të shohim, kjo me siguri që ka me pas afatin e vetë të vlerësimit, kuën e implementimit, po e rëndësishme është që ekziston si mundësi. Është e zgjata pak, por faleminderit. Faleminderit zotëri.